Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamat Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sonte jemi me takimin e 7 ose dersin e 7 në historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose ndodhit e jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke u munduar që me nxjerr mësime dhe këshilla për këtyre ndodhive. Ndërsa, sonte e kemi një ders pak ma specifik, sepse do të dalim haptës. Dhe i rishtashin e konë sheftas, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe me tregimet e tij që kanë bërë davet, edhe i kanë thirrë njerëzit në islam fshehtas, ndërsa prej sontit po dalim haptës. I kemi përmend dobit sepse Allahu e ka porosit pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam që fillimi i davetit më konë msheft, pse 3 vjet e kështu me radhë, mirë po tash vjen momenti edhe vjen koha që pejgamberi alayhi salatu wasallam me tregu që është pejgamber i gjithë njerëzimit, jo vetëm i çatyne njerëzve që i kanë besuar deri tash, edhe çati rrethit të ngushtë, besnikët që i ka pas rreth vetes ose që kanë besuar. Mirë po, para se me dol pejgamberi alayhi salatu wasallam haptas, e dinte se me çfarë sfida ka mu ballafaqu. Për arsye se u përgatit. Në shpellë, Gjibrili e morë shtrëngoj, apo? Waraka ibn Nawfal, se kanë më të nxjerrë prej Mekës populli jot, i tregoj. Edhe 3 vjet fshehtas që ata besimtarë që i kishte, që u bon musliman, i forcoj dhe edukoj, që tash kur të fillojmë mas 3 vjetë, sfidat që i kemi, problemet që i kemi, ballafaqimet, e gërsinë dhe shpërsinë që kanë me tregu Kurajshitët, me bobollë. Për ndryshe, t'i shkan që ishin mu ballafaqu në ditën e parë, kur i ka zbrit shpalla pejgamberit alayhi salatu wasallam, ndoshta kush s'kish mu bo musliman, sepse frika e madhe. Pastaj vetëm pejgamberi alayhi salatu wasallam, kështu që e ka bënë grosh njerëz, edhe vjen urdhri prej Allahut të lartësuar që me dal haptës. Tregon Ibn Abasi radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, aktivitetin e tij, davetin e tij, mësimet e tij i bonte fshehtas me muslimanët që ishin musliman deri në atë kohë, derisa zbriti ajeti kuranor ku Allahu i lartësuar thot: wa anzir ashiratak al-aqrabin. Çu edhe tërheqja vërejtjen, do në thirrin islam, sepse islami kur ja ofrojmë njerëzve është mjaft të rregë vërejtjen, se mi thonë nëse vazhdon pa islam, nëse vazhdon pa mësimet e islamit, ku për ty? Vaj halli për ty se çka të pret. E Allahu po i thot tërheqja vërejtjen falefisit tan. Edhe prej këto, o kuptoi pejgamberi alayhi salatu wasallam që tash duhet me dal haptës. Është interesant vëllazë që ky ajet është i paraprim me disa ajete tjera të cilat tregojnë, flasin për tregimin e Musait alayhi salam. Prej kur ka filluar me thirr faraonin besim, sfidat që i ka pas me faraonin, ballafaqimin e faraonin, pastaj edhe largimin prej Egjiptit në Palestinë ose afër Palestinës në Sinaj që ka jetuar Musa alayhi salam me popullin e vet. Sikur Allahu po e përgatit me këtë tregim pejgamberin alayhi salatu wasalam, që tash ti kur dalësh edhe me i thirr njerëz të haptas, edhe me i ftun besim, që me lën besimin e të parëve të tyne, dije që ka më të ndodh ajo që i ka ndodhur Musait alayhi salam. Kemë has në rezistencë të fortë, në kundërshtime të tashpra, në etiketime prej më të ndryshmeve, edhe akuza prej më të ndryshmeve, edhe kemë u detyruar në fund edhe me ik prej Mekës, qysh ka ik Musai alayhi salam prej Egjiptit. Bon, Allahu po e përgatit pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe sahabët që tash del në haptës, mirë po ta dini që kjo ka më prit. Gjithashtu, para këtij ajeti, Allahu i lartësuar i përmend disa ajete që flasin për përfundimin e zullumçarëve, idhujtarëve, pabesimtarëve, kryeneqve kështu me radhë. Edhe Allahu po ja sqaron pejgamberit alayhi salatu wasalam përmes kësaj sure se që kjo është epilogu i ngjarjeve që kanë më zhvilluar tash. Do ngjarjet kanë më bë sipas çti plani ose sipas çti modeli që e ka bë Musa alayhi salam. Faraoni një herë mendoi se ja arriti me stopu Musa alayhi salam, mendoi se ja arriti me vrarë popullin e tij, edhe mendoi se edhe e mujti, edhe dul fitues edhe me argumente. Musa alayhi salam u dash me lën
vend banimet me gjithë popullin e vet ku i kanë pas shtëpitë dhe pasuritë që i kanë pas, edhe me ikën në një vend pa njohur, shkretin. Mirë po, pas një kohë shumë të shkurt, faraoni u fundos, Allahu Musajin alayhi salam me popullin e vet e shpëtoi, po ju çon ushqim. Mëngjes e mbrëmje, ushqim të gatshëm, po i siguron prej çdo rreziku dhe po i thot vetëm hini në Palestinë se toka është e juaj. Mirë po s'hynën ata në Palestinë. Kryesorja, Allahu po ja tregon këty dy anë e këtij tregimi të Musait alayhi salam, i cili i njëjti do t'i përsëritet edhe pejgamberit alayhi salatu. Mirë po, s'ka rrugë dalje tjetër. S'ka ka shkon pejgamberi alayhi salatu sam tjetër, ka për arsye se e ka pranuar këtë mision pjesë të cilit është ky ballafaqim. Mirë, thot Abdullah ibn Abasi kur zbriti ky ajet, wa anzir ashiratak al-aqrabin, edhe çu tërheq javrejtën të afër me to farefisit tanë, wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Vazhdon ajeti thot edhe nënshtrohu ose bënu i butë edhe si ur për ata që kanë besuar që janë me ty. Ton tash kemi i pas dy grupe, domethënë qartësohen palët, qartësohen taborët, qartësohet beteja, qartësohet gjithçka. E kështu që kemi pas një grup ashiret e kela karabin që kemi ballavaçu me ta mirë, po e ke edhe një grup që 3 vjet janë me ty, e ke punu me ta, i ke gatu, edhe i ke ndërtu që me i ballavaçu bashk me ta që të sfida, wakhfid janahak. Wakhfid janahak, domthon shtrija krehti vjen. Domthon çasisoj sillu bot me ta sa që nëse ka mundësi edhe me hec për me kretu, me ja ushtri dur që ata me shkel për mi dur tuba. Kështu sillu me besimtarët sepse kanë më të dashur. Edhe që ta janë që me ta keme qu këtë islam për para. Thot Abdullah ibn Abasi, pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë gjetë në kodrën Safa. Kodrën Safa, kush u shkon për juve numre, sot nuk vrehet. Mirë po të kalumë në shkon ma e naltë. E qysh u zvoglu kodra? Nuk është zvoglu kodra, po lugu është mush me dhej. Tu mush lugu, do mund të zvoglu kodra. Por ndryshe kodra Safa ka qenë kodrë. Do mund kodrinë e sabi, mirë po ka qenë është ditë që është kodër, nëse ka hypë dikush atje nalt, është vrej prej krejt, rrejthet aty shumë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam hyp kodër edhe thot ja sabaha. Kjo është një shprehje që kur dikush ka dashur me tërheq vëmendjen e njerëzve, ngonum, hajde afronu, kam diçka më ju thonë, kam një hall, e ka lshu këtë shprehje. Domthonë e ka thonë këtë shprehje. Dikush tjetër prej dhujtarëve që i kanë përdorur shprehjet për me lidh njerëzit, i ka qit plohën vetit. Ka marrë pluhurin, edhe i ka qitë vetës, i kanë shkull flok, që njerëzve mja u tërhek vëmendjen edhe me ardhë, rrëthi mu afrodhën hënë qako. E pejgamberi alayhi salatu nuk për i përdor ato metodat që janë jo njerëzore, edhe se janë etike as pak, edhe janë kundërshtim me normat e sjelljes edhe etikës, po për e përdor një metodë e cila është e lejuar. Edhe nuk po i thirr me ndonjë thirrje që është e panjohur për ta. Po thirrja e njohur, ja sabaha, domethënë kur ka hyp dikush me një farë kodrinë nal dikon, edhe i ka thirr njerëzit, sikur ka dashur me thon, u bon sabahi që po e presum armikun me nasën. Çu nuk gati. Domthon kjo është konthirrja. Ja sabaha, domthon erdh mëngjesi i rrezikshëm që pritet që tashi me na organizoj rrezikun. Edhe u mbledhen krejt me kaset, sidomos paria o mbledhen rreth Safas. Edhe pejgamberin alayhi salatu wasalam pa e shohin majët kodrës atje. Hadith është në Buhari dhe Muslim. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka ju merr mendja juve? Nëse ju tham se çtu mas çsoj kodrës, mas Safas, që ju syni to po. Është një ushtri kalors, me kalors. Edhe don me bë invazion Mekë, me hin Mekë dhe me na shkel. A kishim me besu? Efe musaddiqije, a besoni? Ata njerëzit e gjithë i thanë, po sepse kur nuk të kemi gjithë të rajtë, kur s'na ke rajtë. Kështu që as tash s'kep se më na rajtë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam fillimisht i qiti para oktit kry. Domethënë unë duam ja vëdhon një lajm që pritet më thonë se s'është i vërtetë. Me po para prakisht, po i shtin ata edhe po i detyron ata me thonë që ti nuk e flet nuk flet rana, nuk na ran. Atëherë s'është duam ju rajtë. Edhe i thot a më besoni, thot po. Thot atëherë, une po jap tërheqje vërejtjen, jo me një ushtri, po jap tërheqje vërejtjen me një dënim shumë tashpër, shumë dëmshëm, nëse vdesin këtë formë pa islam edhe pa besim të drejtë. Këtu ndryshoj hesabi. Të vonë krejt,
atë pritshmërinë që e kishin për pejgamberit alayhi salatu wasalam, se ku e di çka do t'i lajmëroj ose çka do t'i afroj, krejt ju dule kundërta. E disa prej tyne, prej dhujtarëve dhe nuk mujtën me përballu dhe nxjerrën atë kundërshtimin edhe atë mëllëfin hautës. Prej tyne Ebu Lehebi. Prej tyne Ebu Lehebi i pari që foli. Tha, eli hadha gjema'tena, a për qëto në ke mbledha? Për qëto i tu bërtit, edhe në mbledha këtë Mekës, tebben lek. Pa i thot Ebu Lehebi, tebben lek. Mjerë për tyje. U thafsh. Është fjallë mallkuse. Ebu Lehebi, po i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam djalit të vllaut, për lindjen e të cilit e kish liruar një rob prej gëzimit, se më ka lind djali vllaut. Mi po, kur vjen puna me i dohen sahabët edhe me i qit bindjet, karshi bindjeve, pastaj bindjet e devijume, edhe devijimet të bojnë që mos me pas djalin tan, të bojnë mos me pas djalin e vllaut, asnjërin më të afërt. Edhe kemi shembuj të shumtë edhe në Kur'an, po edhe jashtë Kur'anit, se qysh njerëzit e devijum nuk kanë ditë me korrigju edhe me kontrollu urrejtjen e tyre, edhe urrejtjen e madhe e kanë shfaqë ndaj fëmijët, ndaj djalit, ndaj vajzës, ndaj vllaut, ose edhe ndaj prindërve. Për shembull, te Ibrahimi alayhi salam, kur i ka thonë babës vetë, babosh, me ato thirrjet e buta, me ato thirrjet e këndshme, thirrjet e lezetshme, o babosh, mos adhuro shejtanin, o babosh, fondi ka thonë babushi, ç'ky baboshi, vetë babosh, ka thonë fond, ti ai të dosh me lon fen tona? Ibrahimit a.s. Thotë, nëse nuk i len që të obsime dhe që të fejt që e ke pruti të rej, unë e ka më të mytë me gur. Të më këshirë më lejfi. E ta që Ebu Lehebi, të më thonë, qa që është fanatik në bindjet e ti dhe në devijimin e ti, so që po harrën që e ka djalin e vllaut për para. Po harrën që e ka dikan për cilin u gëzu shumë edhe ka liru rob, dhe më thonë, ka dhonë pasuni shumë për gëzimit madhë. Edhe i thotë, të benjak, u shkatrafsh, u thafsh. O Muhammed, për shto në ke mbledha? Mirë. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju në këtë transmetim, po në transmetime tjera, sikur se është transmetimi e Abu Hurajrës, ka vazhdu muhabeti, edhe ka vazhdu thirrjen, edhe ju drejtohet familjeve të mëdhaja që kanë qenë për Kurejshetve. O Beni Abdumenaf, o Beni Adi, o Beni Abdul Muttalib, o i Fatime, qikës vetë, vojzës vetë me emën, o i Safije, hollës vetë, o Abbas, me emën për i thirë. Dohon, sepse Allahu i tha, thiri edhe të rriqi avrejtin të afër me tu. Për i thët, o shpëton e vejtën për i zjarët gjehnemit, se vallahi s'kam qka ju bajune. Fatimes për i thët, vallahi s'ka qka të banë baba. Po shpëtoje vetën tënde për i zjarët gjehnemit. Do më thonë, mos vazhdojmë këtë besim, mos vazhdojmë këto bindje. Edhe pse Fatimi janë këtë kohë ishte muslimane. Radiallahu anha, sepse këtë familja, fëmija pejgamberit alayhi salatu wasalam që kanë qenë gjallë këtë kohë, ishin musliman. Mirë po i thirr pejgamberi alayhi salatu wasalam disa figura që janë më të buta, më të kajshme. Pastaj Safia për një kohë shumë të shkurt bëhet muslimane. Abasi bëhet muslimane e fsheh islamin, po edhe pa u bë musliman e mbron pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po në mënyra të ndryshme. Edhe në këtë formë, pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thirr farefisin e vet, familjarët kushërit. Një ka një, krejt familjet e mëdhaja që kanë qenë të Kurejshitve, po i thirr. Edhe u largon, po thuj se as kush nuk i besoj. As kush nuk e pranej. Ndërsa Ebu Lehebi edhe e shfaqi edhe e shprehi urrejtjen e madhe, edhe e mallkoi pejgamberin alayhi salatu wassalam në momentin e parë. Pastaj Allahu i lartësuar e zbriti surën Tabbet yada abi lahabin wa tab. U shkatërroft Ebu Lehebi, edhe kam u shkatërroft. U shkatërroft Ebu Lehebi, dokje e para. U shkatërroft Ebu Lehebi edhe kam u shkatërroft. Kam u shkatërroft, po tregon, po dëfton që kam u shkatërroft. Edhe të jeri në fund të surjes Tabbet yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ati si ban dobi parja dhe që e fiton. Se jasla narën dhe të leheb, kanë mu djegë në zjarë të ashpër, me gjuha të flakës e ashpër, wa mra'atuhu hammalet el hatab. Edhe gruja e ti, e cila banë, ndru dhe thejra me i qitë pejgamberit alayhi salatu wasalam në rrugën ka kalante, fi gjidiha hablum min masad, edhe do të ketë në fyt një konop të xhenemit.
Kjo tregon që kjo sure nuk ka zbrit që të minjëherë, po ka zbrit pas një kohë mirë, po me njëherë pas kësaj thirrje pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe Ebu Lehibi edhe gruaja e tij janë mobilizu për me e pengu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Llogariti. Mingja knejna, gruaja e mingjës anej. Gruaja e mingjës me drum, me thejra, kalon që kënej Muhamedi alayhi salam me aqit thejrat. Mos me kalu rahat. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam e dinte këto se po fillon një fazë e re, një fazë që ka mu ballafaqu me njerëz, me ashpërsi, me kokëfortësi, me kryenetësi, edhe ata nuk kanë me kursy as rrugë, as mjete për me kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thuhet që në këtë ditë, domthon shumë afër, po si duket mas këtij ajetit, ka zbritur një ajet tjetër që Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda' bima tu'mar, vazhdoje ato me çka i urdhëron, domthon musunal. Sepse në momentin e parë kundërshton krejt. Kërkush si besoj. Për atyre që i thirri pejgamberi alayhi salatu wassalam, kërkush si besoj. Por kundrazi, shumë prej tyre fillon tash me bë plan shumë armiqësu pejgamberin alayhi salatu wassalam. E tash Allahu i lartësuar për me mbështet pejgamberin alayhi salatu wassalam, për me i tregu që s'bën me uzbras, as nuk bën me humb shpresën, thot fasda' bima tu'mar. Vazhdoje. Çoje rrugën, se fjala fasda' e ka kuptimin çoje, domthon çoje rrugë, kimë çau udhët. Për arsye se udhën e kitë mshelt. Rruga është e mshelt prej njerëzve to, prej betafër me to, prej Paris me kase, prej atyre që ju shkan fjala, prej atyre që kanë pushtet Mekë, prej atyre që kanë pasuri, prej atyre që kanë emër, kanë më ta mbyllur rrugën, kështu që çoje rrugën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për ata dhe ka përdor këtë fjalë fasda', ke me çau rrugë. Ta dish nuk e ke rrugën të shtrume me lula as me tepet kuq. Mirë, po ke me çau rrugë. Wa a'rid 'anil mushrikin, edhe mos u merr me polemika me mushrikët. Domthon polemika të padobishme mos u merr. Domthon fol me ta edhe diskuto me ta kur është për qëllim daveti. Edhe feja më përndryshe, polemika të thota mos u merr me ta. Mirë, mas këtyre ngjarjeve, cili ishte qëndrimi i kurajshetëve, pikat shkurta, kërkush se pranoi Islamin. Hiç. Tjetra, u bë e ditun se kush e ka u bë musliman, kush është musliman deri sot. Sepse deri në këtë kohë nuk e dinin. Domthon kishin lajme ka pak aty këtu, edhe e dinin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka do aktivitete. Mirë, po nuk e bënën të madhe në fillim, sepse mendja aty hajt edhe ky e ka një fazë dhe mbaron. Ama tash dul pejgamberi alayhi salatu wasallam haptas, edhe muslimanët që ishin bërë deri në atë kohë me to, u kuptu qartë se kush është musliman, kush është jo musliman. Që do të thotë se u don taborët. Tabori muslimanëve dhe tabori jo muslimanëve. Pastaj qëndrim armiqësor. Gjithë kurajshetët prej këto ndërtuan qëndrim armiqësor ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam, pos Ebu Talibit. Pos Ebu Talibit, i cili kishte edhe mshuri për pejgamberin alayhi salatu wasallam, edhe nuk mujti me bë këto. S'mujti me i nal mushrikët. Mushrikët e kurajshetët e tjerë që mos me armiqësu pejgamberin alayhi salatu wasallam, mirë, po ata s'mujti me nal vetë tregoj dhe mshuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash, mos u bë gjithçka e qartë, edhe u kuptu se kush është musliman, tash u bë e lehtë edhe i dhujtarët, nëse dojnë ndikan me torturu, nëse dojnë ndikan me tentu për me zbratë për e fesë, e din kush është. Deri dje se din, tash e din. Më ndojmë filanin me largu për e fesë Muhamedit, hajde shkëm të shpija, hajde ja bëjmë këto, edhe i shohim pastaj planet të cilat i bënin. Mirë. Llojet e kundërshtarëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Domthon Mekja krejt e kundërshtoi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Tash i shohim, domthon në vazhdim, ligjëratën në vazhdim, e shohim që muslimanët që pranojnë Islamin në Mekë, domthon prapë ishin të rrallë. Nuk është që për shembull për një ditë me orë 15 ose më në mujt më bë 70 ose 100 jo. Po shumica e Mekës, shumica dormuse, u bon armesht Muhamedit alayhi salatu wasallam. Deri dje, njeri më i mirë, njeri më i dashur, njeri më besnik, kur s'ka mashtru, kur s'ka rrejt, kur s'ka trathu, kur s'ka prej kërkan as në derë, as në pasuri, as në gjak, as kërkush, dorso sot njeriu më i keq. Pse më i keq? Sepse po ja u kundërshton bindjet.
Kjo është problemi domethënë. Sot në botë luftrat, konfliktet e mëdha janë konflikte për shkak të bindjeve, edhe interesave, po edhe bindjeve. E pejgamberi alayhi salatu me thirrjen që ka ardhur, me islamin që ka ardhur, po ja rrezikon bindjet edhe po ja rrezikon interesin, sikur se do ta shohim. Ndërsa kundërshtarët ishin taboreve të ndryshme. Varësisht se pse e armiqsonin pejgamberin alayhi salatu wasalam, ashtu edhe nihen në për tabore. Tabori i parë ishin fanatikët. Fanatikët me trunt ngurt. Ma bëti hava faljatina. Ski, i folë ditë të najtë, i të qoha më qëfart. Hiq, ma në sunë diskutan me ta. Këto ishin një grupë i mekazve që nuk ishin gjendje asë një fjallë me pranu për pejgamberit alayhi salatu wasalam për shkak të ngurtësisë që e kishin krye. Pastaj tabori tjetër, ose grupi tjetër, ishin agallarët, ose ata që gëzonin autoritet, pasuri, një farëforme pushtet meke. Këta armisun pejgamberin alayhi salatu wasalam sepse ju rrezikohej karrika, ju rrezikohej pushteti, rrezikohej rendi, që ata thonin se kemi bona rend, e që normal se ishte rend i pa rend, s'ka dyshim aty, po edhe ishin të interesuar me rujt pasurinë e tyre, që ashtu në qatë formë me zhvillu jetën, me që aty dalaleti, me që aty devijime, edhe mes me e pranu, kur gjë tjetër që vjen kundërshtim me sistemin me të cilin ata jetojnë edhe kanë ndërtu jetën e tyre. Pastaj grup tjetër ishin kokëfortët, kryeneqët, të cilët nuk ishin në gjendje në asnjë mënyrë me bë kompromis me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Disa flesin me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Hajt mos po kthehet. Hajt mos po nolet për kësaj feje dhe këtyre fjalëve. Mirë, po ky grupi do më thonë këta kokëfortët çfarë, as me fol hiç me pejgamberin. Don me fol, don me nejt me neve, kthehesh që shemi kon martë. Edhe gjithashtu një tabor tjetër dhe një grup tjetër ishin tallësit. Ata që tallëshin me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ose me i thonë komikët ironik. Këta ishin marrë vesh, mon grupet njerëzve ishin marrë vesh kur flet pejgamberi alayhi salatu wasalam, këta me bë po tjerë. Me fol me zot madhe, me knue, kërësua musmuni zani tina, hiq musmuni që o të fol. Ate do më thonë, sikur këse me hajgare, mirë po hajgare ose talje ironike, që kërkush mos me dëgju Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nëse dikush ishte për tyne, në vendin ku fliste Muhammedi alayhi salam, ata pastaj bënin atë zhurmën e vetë që mos mu dëgju fjala e tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të më thonë gjithë këta me kas armesh në format ndryshme. On do në të formë, do në këtë formë, do në këtë formë, po në fund të gjithë ishin armesh të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, veç munon për klasi. Edhe me pasë sot legë kanë qenë me kasit. Edhe pse e kanë bojt vetën se jemi burra, të nerës, të fjallës, të rendit, e kemi kujdestarinë e qabës, mirë, por shumë të legë kanë qenë. Pse? Sepse në momentin kur ka orë pejgamberi alayhi salatu wasallam me këtë islam, e që normal është konë diçka e rej për ta. A nuk është konë e udhës që këta munolem hona diçka? Mi thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Apo na jep një afati, ti analizojmë këtu. Të shohim ofertën tonë, a është e përshtatshme, a është e kapshme, edhe diskutojmë në paria, dhe të shohim, apo e pranojmë, as e pranojmë, apo të lejojmë haptas, po të japëm liri që kush do me të besu, apo s'po të japëm. Hiç s'ja dhanë këtë mundësi. S'ka në moment por, te ben lek, për i thotë Ebu Lehebi. Mjerë për t'ju shkatrëf shumë amin. Hiç s'ka kur fa kompromisit. Nuk të len as me shfaq idejnë. S'len me shfaq idejnë. As nuk të len me shpalos atë bindje që i ki. Që do më thonë, ajo hona njerëzore, kish me kërku që s'paku, o falim, fali idejnë tonë, ta shumë çfarë ide ki. Edhe ti diskutojmë idejtë e tona, propozimet e tua. Na i sjell ti, çka kërkon, me çka ke ardhur, çka kërkon prej neve, na i diskutojmë në atë këshillin e pleqëve që e kanë pas pleqnisë në Mekë edhe ta shohim. Mirë, për çfarë s'ka hiç. S'ka domosdoshmë për arsye se kur preken bindjet, sidomos devijume, aty s'fal. Aty s'fal njeri, për arsye se bindja e devijume, dalaleti, onaj kufri që e kanë pas, thonë nuk i kalon me mendu se kanë përpara. Si kalon me mendu edhe me gjetë të mirën. Si kalon me mendu se e kanë një njeri më të mirin për balë. Që vetëm hajri kanë po deri në atë ku. Se kalon me mendu se e kanë djallë të vetin, e kanë vëllo, e kanë djallë të vëllot. Si kalon me mendu këti. Kështu është. Të honë dalaleti.
kufrin, devijimet të ndryshme, e bojnë njerin të verbër. E bojnë njerin të verbër edhe e bojnë pa ndjenja karshi edhe njerëzve më të afërt nëse e kundërshtojnë në të bindjet që e kanë. Mirë, tash pejgamberi alayhi salam sa dur haptas. Po folet të qabja me një fej të re, me mësime të reja, me namaz të ri. Njerëzit po i mëson ndryshe nga ajo që ka është Mekë. Mirë, me kasit arrin dur krishtash, a ndërmarrin diçka, a çfarë plani kanë tash me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Armi çpo, mirë po a me nol, a me lon mundësi, a me lon hapësirë, a me vro, a me burgosa, çka me i bën? Don tash idhëtarët me kas fillojnë me bë plane qysh me e pengu pejgamberin alayhi salam ose qysh më ballafaqu me ta. Sepse tash më u çartsun polet, edhe pozicionet domethën pole armiqësore ose pozicione armiqësore. Edhe në fillim lëvizja e parë e tyne është se një delegacion shkon te Abu Talibi. Sepse mushrikët e Mekës, sidomos Kurejshitët, familjet Kurejshite. Kur thamë familjet Kurejshite, do të tash llogarit të Nefis, Kurejsh, krejt Mekka gati ka qenë Kurejsh, fis i madh. Tash ky fis u koni ndomën familje. Edhe si stilla familje e madhe. Kur thamë familje e madhe, do thotë ndoshta 20-30 familje në një që si familje të madhe. Edhe e kuptuan se secila familje kush është bë musliman. Tash fillon me i torturu. Mas po e lon islamin, mas po i largohet Muhamedit alayhi salam mas. Edhe Abu Talibi po i thot atyne, o njerëz, çka është kjo punë që i torturoni njerëz të ju, fëmijët e ju, vëllezërit e ju? U leni të lirë. Nëse doni me pranu ato që po e kanë pranu ata pranën, nëse jo, atëherë s'ju bojnë dëm kurrë. Edhe e lanë, domethënë Kurejshitët e lanë edhe heqën dorë nga torturimi e familjarëve të tyre që ishin bë musliman. Mirë, pas një kohë shkojnë te Abu Talibi. Ndërsa pejgamberi alayhi salam nuk e kishte këtë torturim që e kishin muslimanët e tjerë prej Kurejshitëve që ishin bë, sepse Abu Talibi tamam puna me i bë torturë pejgamberit alayhi salatu wasalam. E tash formohet një komision, një grup i Paris me kase, shkojnë te Abu Talibi. Edhe i thënë, këtë djali jot, po na i shon Zotët, po na i shon namazin, po na i shon ato, po na i shon ato. Edhe Abu Talibi i fol, pak si me politike për rrugë, i fol bot, edhe i përcjell ka dale prej shtëpisë, sysh kanarë dhe shkojnë te shtëpia. Do nuk bëhet shumë e madhe. Ama kryesore këta kanorë mi thonë Abu Talibit apo e nol çat djalë çka po thon. Apo e nol çat djalë, ai çka e kishte Abu Talibi e kishte edhe Abu Lehebi. Mirë pa e nol çat djalë, domethënë djalë jot mos e ti po e mbrun. Edhe Abu Talibi i foli bot, i largoi ka dole prej shtëpisë me politikë, edhe dolën qysh kanë ardhur. Domethënë pa ndonjë premtim prej Abu Talibit se ka më ndërmarrë diçka. Pastaj hapi tjetër është fillon konsultimet se qysh më ju kundërvy thirrjes Muhamedit alayhi salam. Domthon tash është afër koha e Hoxhit. Domthon se Ramazani ka është më gjithë se 3 vjet ka zot kjo, po kryesorja mas Ramazanit i kemi edhe 2 muaj dhe vjen koha e Hoxhit. Kot Hoxhit fiset e tjera venin edhe banin haqë në Mekë. E tash, mos me lanë Muhamedin alayhi salam u taku me ta, s'ka mundësi. Se së një rinë ashtu, veç me mshel dikun. Mirë, po para se me ndërmarrë këtë hap, me nxjerr lajmin se çështë shtu e kemi një djalë në Mekë, u çmend ose është bë magjistar ose kështu që njerëzit le të largohen prej tij mos rrinë ato. Mirë, edhe u mbledhën në shtëpinë e Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira ishte njëri prej prezve të Mekës në këtë kohë. Edhe po i thonë, hajde çka po bojmë. Unë çfarë llofi po ja qesmi Muhamedit alayhis salam. Çfarë etikete po ja qesmi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kur tani njerëzit mos më afro kërkosh, që mos bëhet musliman kërkosh. S'po ku ta mojmë të izolum shtë në Mekë, ka dalë edhe dikur zbrapsat edhe. Do më menja atyne. Edhe i thanë këti Walid ibn Mughira, po i thënë hajtë propozat i çka mi thanë. Do të jam pjën nga juve. Unë po du me dëgju për juve çka më thani. Edhe njëri prej tyre propozoi që mi thon falltar. Tha jasman. Walid ibn Mughira thotë jasman mi thon falltar. Na e dim që janë falltar, e dim ç'është këtu. Si hiç s'përputhet kjo rrem. Mon ata do dosh me rrajt me shpif, po hiç kjo s'përputhet. Dalmi shumë keq para njerëzve. S'ban kjo.
Një tjetër propozoi tha, pi themi i çmendur. Zban thaske. Uan Walid ibn Mughira, po i dëgjom propozimet mirë po, edhe po i demonton, thot aske zban. Pse? Thot djali është në shemir. Bile është për i matë meshëve të qysh e nxjerrun përpara njerëzve i çmendur. Me çka? Kur e dim se çka ban i çmendur edhe çka ban Muhamedi. Mirë, një tjetër tha po i themi poet. Është poet, ashtu ai poezia e ka atë farë ndjeshmërinë që ta jep, edhe nganjëherë me hin në tripa të poezisë, harron krejt, më thonë, krejt kalon me një botë tjetër, edhe kështu që me poezi po i mashtron njerëzit. Pra Walid ibn Mughira po ja s'ke zbën. Na e dim poetët. E dim se çfarë poezi thonë çka bën ky tjetër atëri a fjalë ful. Poetët të më thonë trillojnë, i rrisin gjanat e në ato poezit e tyre shtinë dhe sene që s'janë reale hiq, dërsa e dim çka fletkë. Dhe dolëm shumë keq na të dosht me një lës, ato një lës mi vetë, zbana s'kja. Dikush në fond i thap i themi magjistar. Kjo thë zbana ma heq. Sepse magjistari, e tim çka ban magjistari, ka punë të këshia, punë të flishtë. Dërsa kë asë një cilësi, asë një veti, po asë një punë se ka të magjistarit. Mirë, shka me bo për thëjnë? Unë këtë propozimet në rëzohë. Ana jemi mbledhë të ti që me dolme një propozim. Me ndonë Mughira, Walid ibn Mughira, me ndonë, e thëtë, propozimi më i mirë, që mundemi me dolë mirë para njerëzve, është me thonë kjo është magjistar. Pse magjistar? Thotë se kë pendon gruan prej burrit. Do thonë gruaja muslimane, burri musliman, po fillon pastaj armiqësia mes tyre. Pendon fëmijën prej prindërve, sepse nëse njëri bëhet musliman, tjetri jo musliman, po fillon armiqësia mes tyre. E kështu që ne i themi njerëzve kjo është magjistar sepse po i prish familjarët mes vete. Me ato fjalë që po i thotë. Edhe u krye dhe morën që të vendim që çdo njeri që takojnë në Mekë të huajin, me thonë se e kemi këtu një djalë tonin, i cili është magjistar, mos e dëgjoni. Edhe kështu o mor vendimi. Pastaj Walid ibn Mughira e çunte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në transmetim thotë se e dërgonte pejgamberi alayhi salatu wassalam me dëgju ato çka po i thotë, e pastaj Walid ibn Mughira me dal me konkluzat. Me thon fundun e kom dëgju Muhamedin, po fjalët e tij janë fjalët e magjistarit. Edhe shkoi dëgjoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i foli pejgamberi alayhi salatu wasallam zakonisht kur ka diskutuar në Mekë me mekasit i dhujtarët nuk ka bërë biseda të gjata. Ma vetëm i ka thonë, apo i adhuroni ata që i keni ndërtu me durët e juve, po i leni Allahun e vërtet, pastaj i ka lexuar ajete. Nuk ka bërë biseda shumë gjata me fjalë të veta, me ajete. Sepse ajetet kanë qenë përgjigje për gjendjen e idhujtarëve edhe për lëvizjet e idhujtarëve që i kanë bërë atë kur në Mekë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka fol me ajete, tash Walid ibn Mughira kur vjen te Ebu Jehli këta që janë të eprit, thotë vallai me do fjalë interesant për i thëjke edhe këta e vrejnë të Walidi që ka fillu me ndryshu dhe këti ka fillu me hi dyshimi se nuk janë fjalë të njerëzve, po janë fjalë, thotë a i ke besu të janë, thotë jo më çfarti, edhe pastaj Walid ibn Mughira del para njerëzve, edhe thotë ajo që e thotë Muhamedi nuk është tjetër pos fjale njerët edhe fjale faltorit e magjistarit. E Allahu thuhet, dietarët komentatorët e Kuranit, thuhet që Allahu i ka zbrit dikon 8 ajete ose më tepër për këtë rast për Walid ibn Mughira. Edhe këto janë në surën Muddathir. Surën Muddathir, surja Muddathir që i ka zbrit fillimi i kësaj sure pejgamberit alayhi salatu wasallam kur ka qenë i mbulum. Ja ayyuhal muddathir, o ti i mbulum. Çka thonë këto ajete? Allahu thot innahu fakkara wa qaddar. Ai mendoj edhe planifikoj. Faqutila kayfa qaddar. U mallkuft, qofti mallkum qysh menoj ashtu. Thumma qutila kayfa qaddar. Qofti mallkum, pastaj prap qofti mallkum. Edhe i vron se qysh planifikoj ashtu. Thumma nadhar. Pastaj këto janë ajete. Pastaj shikoj. Thumma abasa wa basar. Pastaj mbroli fytyrën, e prish fytyrën, dhe sikur kur si vjen diçka mirë njerit edhe e prish fytyrën jep me kuptu që domethënë nuk është komod dhe nuk po pajtohet me ato çka po i dëgjon ose çka po i sheh. Thumma adbara wastakbar. Pastaj e kthej shpinën edhe u tregu me ndje madh.
فقال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يؤثر. Edhe mas kret këtyre veprimeve, Allahu po thot, ai tha, kjo nuk është tjetër pos fjalë e njeriut dhe nuk është tjetër pos vepër e magjistarit. Ma kështu Allahu po e përshkruan dhe thuhet që këtu ajete kanë zbrit për këtë Walid ibn Mughira, i cili ka bërë planin se qysh me demantu kënse pejgamberin alayhi salatu wasalam, e Allahu vazhdimisht i ka demantuar dhe ka ndalë të demantu. Mirë, të shohim disa mësime edhe disa dobi të cilat mundemi me i shkëput për këtij fillimi të daljes haptas me thirrje nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. E para është se kur dul pejgamberi alayhi salatu wassalam haptas, me vërtet u befasun me kasit, u befasun sepse ju erdh pa prit. Ju erdh pa prit sepse ju erdh diçka e re. Edhe këto e dinte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe pikërisht për këto Allahu e kishte porositur që mos me dal qysh momentin e parë haptas. Po me formu një grup njerëzve, mu përhap lajme aty këto taktok se Muhamedi është më ndryshe, po imson njerëz më ndryshe, po falet më ndryshe, mënyrë që njerëzit pak a shumë mu përgatit, mu para përgatit. Edhe përkundër që saj para përgatitje, të më thonë, u befasun. Të më thonë sepse ju erdhi diçka e papritun. Pastaj, të afërmit që armisun pejgamberin alayhi salatu wassalam, tregon se kjo fej nuk është fej që është ndërtuar mbi familjarizma ose lidhjet farefisit e kështu me radhë. Për arsye se ka ndodhur që te pejgamberi alayhi salatu wassalam, po edhe para tij, po edhe mas, që njerëzit e afërt, farefisi i afërt i pejgamberëve, edhe atyre që kanë thirrë në rrugën e pejgamberëve, mu armiqsu, mu luftu, mu ndjek, mu përndjek edhe mu ndjek për mu vra prej njerëzve të afërt dhe farefisit. Kështu që nuk është ndonjëfarë projekti familjar, ose familjarizëm, ose fisnor, ose klanor, ose nacional, se thuj që ka dush. Nuk është projekt, sepse njerëzit më të afërt familjes pejgamberit alayhi salatu wassalam dolën kundër këtij projekti të madh jetek dhe vendimtar për gjithë njerëzimin. Gjithashtu, kjo duhet me i shërby të gjithë atyre që thirrin rrugt të Allahut, e gjithë na jemi thirrsa, sepse spaku secili prej juve ka me thirr ose ka me mësu l'Islam gruan e vet, fëmijën e vet, euladin e vet, ose dikant tjetër ose shokun. Do të thonë, secili prej neve që jemi thirrsa, kush më shumë, kush më pak, kush më i obliguar, kush më pak i obliguar. E kjo do të më na mëson neve që jo gjithherë kemi me pas rrugën qelë. Jo gjithherë kanë me na besu njerëzit edhe kanë me na kuptuar, kanë me pranuar ato që ja themi. Edhe pse ndoshta në dunjallëk s'kan vërejtë të na. Jemi krejt okay, jemi të mirë, jemi shok të mirë të ngushtë. Mirë, kur t'jem puna për fe, ja, këtu prishet mohabeti pastaj. Sa i keq shko. Që ku dhe ka i mund shti mua. Po mirë ti që sa vjet jemi ato, pse nuk të shtini ajo rrugëve të këqija? Pse nuk të humbi? Mirë, po në momentin ku ai tha se tash do të më fal, edhe do të më nis me praktiku fen, edhe me lon haramet e me lon ato, pse që tash ty të ajo ndjenja se kë të çe ka i rrezikshëm për ty. Ndodh kjo. Edhe ju kanë ndodhur pejgamberëve, ju kanë ndodhur edhe njerëzve të afër me pejgamberë, po ju kanë ndodhur edhe hoxhallarëve, dietarëve, davetxhive, thirrsave, vazhdimisht edhe kam ndodhur. Gjithçka të pranon dunjos, je njeriu burri më i mirë, je besniku më i madh, je ashtu mirë. Kur jam punat e feja diçka, pse mos. Ai më soba bëri lekë. Mirë më herët, a kesh burri mirë po, ama këtu të feja nuk bën e prej. Pse? Sepse do von çaq është i ngor, çaq është ngorsu devijimi, dalaleci, edhe është ndrysh që siqet ai. Leqet siqet, mirë po me bë me prej atë, pastaj vëllezët edhe i harran krejt ato lidhje, ato mohabete, ato çka kemi pas bashkërisht më herë. Mirë po nuk duhet mos braps. Nuk duhet mu zbraps edhe nuk duhet mu demoralizu. Wallahi kam pas një shok ose e kam dikant të afërm që shumë kam shpresu se kam më dëgjuar, kam nis më fal. Mirë, po çfarë reagimi ka bërë kur? Mirë, leja to kapë tjetër. Ose i vjen rënë edhe ti prap më kthy për çdo gjë. Gjithashtu Allahu i lartësuar pejgamberit alayhi salatu wasallam ja drejtoi dy thirrje
Dy thirrje për me dal haptas me i thirr njerëzit në islam. Një të përgjithshme, një për familjarët. Çaja e përgjithshmja kish më mjaftuar për familjarët. Pse Allahu po i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, thirrni familjarët e tonë herë. Për arsye se kjo është përgjegjësia më e madhe. Do sa më afër që kemi njërin, aq përgjegjësi më shumë kemi. Aq më shumë do të më afro, aq më shumë do të më këshillu, aq më shumë do të më mundu me ndajt gati dhe me sjell udhëzimin. Po me njerëzit e afërt, varësisht për afërsisë, pastaj edhe përgjegjësia ndërtohet. Gjithashtu, prej mësimeve është se pejgamberi alayhi sallam ja u po për të madhe shumë idhujtarëve të cilët ishin bërë rob të ideologjive të tyre që i kishin. Edhe krejt i thonin, a me i lon besimin e baballarëve tonë? Sot që e kemi përmend atë rastin që vjen dikush e i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, a më i mençur je ti apo babat? Tamam, do të më qit në pozicion të palakmueshëm sa që çfarë do përgjigje mi dhon është e keqe. E rron është, sepse mi thon baba jam është më i mençur, atëherë baba jot s'shkon çet besim. Pse s'porrin besim babas tan. Me i thonë jam më i mençur se baba, ka dole ti më i mençur se baba. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasallam s'ka përgjigj kështu, e ka përgjigj me ajete. Ju ka përgjigj me ajete atyre sepse udhëzimin e jep Allahu kujt don edhe nuk e jep atij që don me drejtësinë e tij gjithsesi, duke mos i bën pa drejt askujt. E pejgamberi alayhi salatu wasallam shumë për të madhe epoke këtë ngurtësi që e kishin në ideologjitë edhe bindjet e tyre se vetëm ajo që e kemi trashëguar me ballarëve, vetëm ato që e kemi pas brez pas brezi na zdolën për asaj. Unë kemi riske zdolën për asaj. Edhe pse e dinin edhe ata në veten e tyre që s'është në rregull. Nuk është në rregull me adhuru diçka që e ndërton me dorën tonë. Nuk është në rregull me thon Zot dikujt që s'është gjendje me mbrojt veten e vet. Nuk është në rregull me i thon Zot dikujt i cili s'flet ndërsa na folëm. Dikush i cili nuk mendon ndërsa na mendojmë. Monë që i kishin gurt edhe drunit e ndryshëm që i gdhendin. Pastaj këtu duhet ta kemi parasysh një tentim që bëhet nëpër media sidomos, edhe njerëz të caktuar dhe çarçe të caktuara, që mësimet e fesë me i quajt tradita. Sipas traditave fetare kështu duhet mu vepru. Sipas traditave fetare duhet mu varros kështu. Sipas traditave fetare ditën e Bajramit duhet me vepru kështu. Mësimet e fesë nuk janë tradita. Sepse tradita zaventësohet me tradita dhe ndrohet. Sepse në para 20 vjetë kemi pas një traditë pak më ndryshe, para 50 edhe më ndryshe, pas 20 vjetë do të kemi një tjetër, e kështu më radhë. Sepse tradita ndryshon, se ato e ndërtojnë njerëzit. A Islami nuk ka ndërtu njerëzit. Islami nuk është traditë. Islami edhe mësimet e Islamit janë parime, janë vendime të cilat s'lujnë. Edhe për ata nuk duhet na me ra prej e kësaj shprehje, e cila është shumë dashakeqe, që njerëzve me ja mësu veshin traditat Islam. Mirë, po na çështu është Islami thotë. Po këtu janë kon tradita Islami, niku tash ka ndru tradita. S'ndron Islami, sepse Islami nuk është traditë. Islami është parim, Islami është vendim, Islami është dispozit për të mallit Allah xhaleshano. Gjithashtu është se pejgamberi alayhi sallam gjatë periudhës së msheft davetit i shkputi gjithë ata që u bën musliman me njerëzit edhe i lidhi me Allah. Namazin e falnin. I mbështeteshin vetëm Allah, u largun nga çdo formë adhurimit të çdo kujt tjetër pas Allahut. Dhe kështu që ata u lidhen me Allahun edhe për ata u forcun, edhe u ndortun mirë, edhe u dokun mirë, u ndortun mirë çashtu, saqë pejgamberi alayhi sallam pastaj me këta do t'i bëj boll sfidave prej më të mëdhajave të gjitha kohërave që mundet më ballafaqu njeriu me ta. Pastaj shpreha fasda që e përmendëm më herët. Fasda bima tu'mar. Vazhdo me ato që i urdhrua Muhammed, edhe hiqu polemikave shterpa edhe bisedave shterpa me idhujtarët. Mon fjala fasda, thamë më herët që është me shkruash diçka me çon. E ti me çon rrugën me Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ku dalsh Mekë, kjo me pas pengesa. Ka të shkosh kjo me pas pengesa. Kështu që ti duhet me çon rrugën. Fasda. Shko që rrugën edhe banja rrugën atyre të tjerë që kanë ardhur pas teje. Mirë, surja Tabat yada Abi Lahabin wa tab është mrekulli. Kush e din çfarë mrekullie? Në këtë surë ka një shpërblim inshallah. Mirë, po si shpejt pa u vanuar.
Mon surja Taube, surja Tabbet yada Abi Lahabin wa tab, është mrekulli, ka një mrekulli të madhe brenda e saj. Cila është ajo mrekulli? Bravo, kjo është. Një libër ta kam bërë. Edhe njëri dikon ja kam bërë kështu, i bi krejt edhe ja shkepi tani. Pejgamberi Allahu i lartësuar kur e ka mallkuar Ebu Lehebin, edhe ka thonë u shkatërruft, edhe ka mu shkatërru, edhe gruaja vet në xhehenem, militar xhehenemit, edhe dytë në xhehenem. Kjo është mrekulli. Pse është mrekulli? Sepse Ebu Lehebi ka mujt me dal edhe me syfaqësi, hiç mos u bë musliman, me thonë, jam bë musliman edhe kishra kur sura Tabbet yada Abi Lahabin. Ose çysh Allah e ka mallkuar një musliman? Kjo bë musliman. Amo as munafik nuk i ka shku menja mu bë. E Allah e ka ditë që këti s'ka mi shku menja as munafik me bë, as mu bë, as me goj s'ka mi shku menja me thonë, u bona musliman edhe ro Kurani poshtë. Edhe e ka ditë Allahu që ka me vdek pa besimtar, edhe për ata e ka mallku. Sepse njeriu nuk lejohet me mallku për zgjallje, po nëse është ai zullumçar i madh. Shumë i madh, domethënë ai ka mallkimin mirë, por në përgjithësi nuk është që bën me i mallku njerëzit. Ama Allahu kur e ka mallkuar Ebu Lehebin, e ka ditë Allahu që s'ka më bë musliman edhe ka me hin xhehenem për gjithmonë. Kur si ka shku menja Ebu Lehebit me thonë, hej, jam bë musliman edhe une, qore, Zoti Muhamedit që shumë ka mallku mua, a une jam bë në fejnë e tina. Si ka shku kja mene heq. Kjo është mrekullia e Kur'anit, që Allahu i lartësua, kjo ka orë prej Allahu se tarmën nuk e di kërkush. Kërkush nuk e din se çush kemi me përfundu na, që ka me përfundu baballarët e tonë që jemi gjallë dhe kështu më radhë. Se e kjo është armë, se di kërkush. Edhe kërkush nuk e ka ditë se Ebu Lehebi, a ka më bë musliman, s'ka më bë. Si pas parashikimi dhe parametrave të para, o shkon se as Ebu Sufjani s'ka më bë musliman, se shumë jashpër. As djali Ebu Xhehelit, Ikrame, që ka qenë shumë jashpër, kundër muslimanëve, s'ka më bë musliman. Te du t'janë bë musliman, edhe janë bë musliman të mirë. Mos e janë bë musliman, janë bë shumë musliman të mirë. Do thonë, me Ebu Lehebin, Ebu Sufjani pak ka dallu. Mirë po Allah e ka mallku Ebu Lehebin se ka mallku Ebu Sufjanin. E kjo është mrekulli. Edhe për fund, vllazni e përmend Ibn Kaimi fazat e davetit që me cilat u ngarku pejgamberi alayhi salatu i përmend 5 faza. Faza e parë thot faza e pejgamberllokut. Kur Allahu i ka thonë Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, është do pejgamber edhe tash me fillu me veten. Faza e dytë është me i thirr në besim të afërmit. Do më thonë gruan, Aliun radiallahu anhu, Ebu Bekrin kështa me radhë, kjo është faza e dytë e davetit. Faza e tretë e davetit është me i thirr ashiret e kella krabin, që e përmendu. Mon farefisin, kretë Kurejshet. Faza e katërt është me i thirr kretë arab, gadishën arabik, edhe faza e fundit e davetit është me i thirr njerëzit kretë botën edhe gjenët. Këto janë fazat e davetit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jo rastisht i kanë përmendur dietarët. Pse? Sepse edhe ti si davetçi, edhe ti që bëdon me i quh hajër tjerëve, edhe ti që bëdon me i thirr tjerë në besim, ose në praktikimin e islamit, ata musliman janë, po se praktikojnë islamin, tu me ditë se cëllën fazi. A jenë fazën që ti njëherë duhet me ndërtu veten, fazën e parë, apo jenë fazën e dytë që duhet më marrë veç me 2-3 vetë që ki shumë rrethet afër, apo në fazën e tretë, të katërt e të pesën, cëllën fazi. Sepse nështë dikush, sot e ka nisë më falë, nesër menon që është fazën e 5, edhe kret njerëzimin, kret botën, me gjene, me melashe, me shkako, do të me i thiraj pastaj në islam dhe mësimet islamit. Kjo shumë gabim. Kjo shumë gabim për arsye se i ka të i kalu kret këtë faza, gjithashtu edhe një element shumë më nësi është se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka fillu celulat e para të davetit dhe të islamit me familjarët e vetë. Me grua, me Zejdin që e ka pas të birsum, me vajzat e veta, me Ebu Bekrin, shokun më të ngusht, me Aliun që e ka pas në shpet vetë, dhe më thonë, s'ka një rreth shumë të fort. Edhe njeri kur është i fort, edhe kur ka respekt, kur gëzën respekt të tafërmive të familje, pas ta i tjetë pa tjetë s'kanë respektu. Për ndryshe, tjetë respektojnë. Ma në ka rastë kur respektojnë dikan, të hujtë edhe nëse se respektojnë familje vetë, mirë, po respekti nuk është në nivelin e duhur. Pastaj pse Allahu e mallkoi, domthon ky një urtësi tjetër dhe pa e krym, pse Allahu e mallkoi Ebu Lehebin, se mallkoi Ebu Xhehelin, se mallkoi Ebu Sufjanin,
ose dikant tjetër, Walid ibn Utbe, Shejbe ibn Utbe, Walid ibn Mughire, këta merrem pse nuk i mallkoi këta, sepse edhe ata ishin idhujtarë, edhe ata ishin armiqë, edhe ata ishin njëjtë me Ebu Lehebin. Mirë, po kur jyti del haptës kundër, kur jyti duket njoft, edhe që i zhdash me të mbështetë, me të përkra, del haptës, edhe të lufton në ato që ka ti e ki bësht kurizor edhe thirë në ta dhe e ki jetë të lufton, atër normal që dhimbja është me e madhe. Dhimbja është me e madhe. Edhe me që është dhimbja me e madhe, atër Allahu se ka falë Ebu Lehebit këtu. Edhe e ka mallku Ebu Lehebin. Sepse kërejt pasarësit e Abdul Mutalibit, krejt në gjallarët e pejgamberit alayhi salam, asë njani nuk ka dalë kondër edhe haptas, edhe asë njani nuk e ka torturu ose maltretu pejgamberin alayhi salam, pos Ebu Lehebit që ka dalë haptas. Edhe e meritaj mallkimin, qofti mallkum, edhe do tjeti mallkum, edhe në xhehenem për gjithmonë, s'bashku me gruan e vet. Allahu na i mësoft që me e dasht pejgamberin alayhi salatu wassalam, me e dasht sunetin e tij, familjen e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë sakrifikuar me ta, edhe i kanë ndihmuar që bashkarisht me ta me sjell këtë mesazh edhe këtë din edhe këtë islam në katër anët e botës. Allahu na mësoft me jetu me ta, me këtë islam, me vdek me ta, edhe morin gjallë me pejgamberin e këtij islami Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.